Dhe nga i marrvesh, po u pagua plaka është nga niveli minus derisa vjen në nivelin 0. Po u pagua plaka me para do thotë që ajo kompani ka para. Po filloi clearingu që në grop ka probleme. Dhe ata më orientohin, sepse ai e di nga vim financat, shumë rëndësishme. Ata të betonit janë si tregtarët e shumicës kokainës. Ç'të thotë ky burim i betonit? Dhe jo, ai më jep në saktësi, më jep konceptin e vet. Dhe koncepti aty është, çka ai është përfitues i kësaj situate. Po, patjetër. Sepse ai betonon. Por nga ana tjetër ai thotë, kjo lloj mënyre, lënda e parë e kësaj industrie e betonit. Kjo lloj mënyre, po ti e pa fabrikat e çimentos këtu dhe janë palestinezët atje, libanezi, ti e mbamon çka. Edhe ai fabrika tjetër. Pra, çfarë thot ai? Ai thot pikërisht të gjë që ne duam, dhe kjo gjë ka ecur. Mbaj mend Kurat Rmeti u tram ditën e parë dhe ka pyetur në çdo pallat që kishte hedhur betonin. Asnjë nuk kishte dëmtuar. Është një betonues që ka ndërtuar kishën ortodokse. Një nga objektet më të forta që ka sot kryeqyteti e ka bërë. Dhe vetëm u trëm, në vetë se s'është arkitekt as inxhinier ndërtimi. Dhe rezultoi që ishte dëmtuar asnjë nga banesat. Në fakt, banesat e kryeqytetit që kishin ndjekur parametrat rezistuan. Pra betoni që ishte bërë aty rezistoi. Një pyetje që bëhet gjithmonë është, a pastrohen para në ndërtim? Do të e kisha në zhvillim të kësaj. Me që e përmendë. Nga ai kuptoi, nga betonuesit kuptoi që apo pastrojnë para apo jo. Dhe si është përgjigja? Ata të japin lëndën e parë. Dhe në një fluks kaq të madh ndërtimi. Një sipërfaqe kaq të madhe të betonuar. Patjetër që do të pastrojnë para. Është një formë që ka ndodhur në gjithë botën, nuk e shmangim dot ne. Edhe sikur të ishim suedez ose danez. Sepse kjo lloj industrie, me këtë lloj ritmi të rritjes të vlerës së pronës të metrit katror, patjetër do të çojë aty. Sepse thash, unë më ndeshu 30 vjet për të bler shtëpi, nuk e blija dot. Atëherë kush e blinte? Ai që kishte bër lekët si bën parat sot. Tek paraja informale, që ka problem Shqipëria sot, ku përfshihet dhe pastrimi i paras, janë dy burimet kryesore. Burimi i parë për mua është korrupsioni. Është para që u grabitet shqiptarëve dhe shkon jashtë vendit kryesisht. Dhe burimi tjetër është narkotrafiku ose krimi organizuar, por kryesisht narkotrafiku, e cila është një para që u merret qytetarë europian dhe investohet në Shqipëri. Ka vetëm një problem, se ka shumë ndërtues, shumë investitor, të cilët kanë 35 vjet në treg, 30 vjet në treg, 25 vjet në treg, dhe s'do të ngatërrojmë unë ndaj qartë, këtë pjesë, pikërisht. I ndaj qartë ata. Duhet ta ndajmë këtë pjesë. Prandaj thashun merr me betonuesit. Dhe me veprimet e fundit që ka bërë Spaku, unë që ditën e parë kam dalë, madje kur e dëgjova mas 3-4 ditësh te kreun e Spakut, zotin Braho, i cili reflektoi, sepse që ditën e parë kam dalë dhe kam thënë, shiko, vërtet Spaku mund të sekuestrojë një kull të takatakaç. Po pronari i tokës qelloi që ishte një kolegja jonë, ishte gazetare, ishte pronë e trashëguar. Një pjesë e mirë e metra katror atje i kam bler emigrant ose qytetar shqiptar që e kanë kursimet e jetës. Ose nën kontraktorët. Po ta kam bler që ky betone që tham, ai hekurit, ai tullës, ai çimentos. Jo i gjithë, po duke u dhënë lajmin në atë formë që kemi sekuestruar 500 milion euro. 500 milion euro çfarë thoni, janë gjysmë miliardi. Gjysmë miliardi. Në operacion është 1% e buxhetit shtetit vjetor, buxhetit shtetit GDP-s. Nuk e bën GDP-s. Nuk e bën FBI një sekondë, unë e di që konfiskim kokoshi të shkojë thel, por efektin në popullat ajo e dha. Dhe çfarë problemi krijoja? Çfarë pashun atje? Që u goditën kompanitë e biznesit, nuk u nda shapin ashiqeri. Dhe u goditën qytetarët, sepse u traumatizuan, kanë hedhur kursimet e jetës. Ndërkohë, kanë vërej që vitet e fundit, që mos 2-3 vitet e fundit, që Spaku ka shpërsuar çik dorë ndaj kompanive të biznesit, një pjesë e mirë e kompanive kanë të kurrur ritmin e tyre të investimeve dhe po i transferojnë investimet nga Shqipëria jashtë. Pse? Se s'kan garanci. Se nëse ti, shiko, nëse ka shumë shqiptarë që po ndërtojnë jashtë. Pikërisht për këtë fakt. Nga Greqia, në Greqi. Greqia është afër, po edhe në Angli, në Amerikë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, unë po them ka di investime në Guatemala. Di investime në Republikën Dominikane, që kanë ikur nga Shqipëria, biznesmen tanë. I kanë hequr shpenzimet, ato investimet e tyre, pse? Për shkak të kësaj mjegullës që është krijuar dhe pasigurisë. Pra që duhet të qartësuar kjo njëherë. Po sepse duhet kemi një strategji si do ta bëjmë. Dhe ç'a ndodh me këtë gjë? Po kemi pse të ngatrojmë shapin po t'jap një rast tjetër. Apo të djegin të njohim me tatë. Në vitin 2016 komunikoja me një nga këta personazhe sot është më i famshëm në botë në mediat. Shqiptari më i famshëm sot në botë në mediat ndërkombëtare.
I cili në atë kohë ndodhej në burg, ja do ta them, ndodhej në burgun e Quitos në Ekuador. Edhe kishte aty bosin më të madh që kishte karteli Los Lobos, ka 22.000 anëtar ushtri. Dhe mbaj mend që duke komunikuar për këtë për ngarkesat si lëvizin, si bëjnë, se ndërkohë në burg ishte. Po në Ekuador krimi komandohet nga burgu. Kush ka burgun, kontrollon dhe territorin e jashtë. Dhe mbaj mend në diskutime ata i thotë shiko, më jep një emër kompanie. Dhe thotë mos u merr me ne. Nishi kompani ndërtimit. Kjo do fuqizohet për 2 vite të ardhshme. E më duke i çudi. Garmoz Rexhepi ta tha. Po Garmoz Rexhepi që ishte arratisur nga Shqipëria në momentin që ne flisim, kishte 11 vjet si shkel Shqipëri, dhe ndërkohë pjesën tërmuese të jetës e ka kaluar në burgje. Po më thoshte më duk nga ato tashun ky e doli profecia Garmoz. Në krye të 2 vjetëve ishte kompania më e madhe në kryeqytet. Betonierët, kamionët, sondat e saj, flota e saj shkoi deri në 500 kamionë. Ç'a vlerë kanë ato? Dhe nga e dinte ai, sepse ai dinte ku do shkonin parat. Pjesa e parave të industrisë krimit. Por jo e gjithë industria ndërtuese ishte mbështetur me ato para. Po kur u bën të rëndësishëm ata? U bën të rëndësishëm kur bankat tona niveli 2 e vështirësuan dhënien e kredis për kompani që u vënë në vështirësi, kompani ndërtimi. Dhe ata s'kishin rrugë tjetër, ata donin financime. Dhe kush ishte i gatshëm, ti s'kishin nevojë të plotësoje formular e ku diun kolateral, por ata thoshin kemi kaq lek në dispozicion. Dhe sa më shumë rritej niveli tonelatave që ata trafikonin, aq më shumë rritej niveli investimeve që ata. Po, por aq më shumë është rritur tani edhe niveli goditjeve nga SPAK-u. Ata janë shumë grupe që po goditen. Shiko, në fillim, personazhet botës krimit blen apartamente, lokale në një hotel. Më mbrapa u dhan para me fajde tek ndërtuesit. Më mbrapa, po tek ndërtuesit që ata kishin garanci që do t'i merrnin mbrapsht ose do i merrnin kompaninë në fund. Më mbrapa, ata u futën aksionerë në këto kompani. Dhe në fund të bën pronar të këtyre kompanive. Mi po ti nuk mund të futesh sot, thash edhe një herë. Vetëm 2 operacione e fundit që bëri SPAK-u, janë goditur disa nga kompanitë. Unë ferrobetonin e Ilir Shtufit e mbaj mend këtu 30 vjet. Një ditë po mbaj pash të lajme dhe e lidhni, ky ka lidhje me me djalin e Berishës, dhe i thash kam qenë në emision live dhe i thash Shtufi ka lidhje me të gjithë kryeministrat e Shqipërisë. Kush ka qenë kryeminist në Shqipëri ka lidhje me Shtufin. Pse? Se Shtufi është betonues. Po, dhe ka qenë kush ka pas nevojë për beton? Një aktor shumë i rëndësishëm i tregut. Ka vajt te Shtufi. A mund të ketë bërë ai gabim të rrugës? Mund ta ketë bërë. Me ta ndaj drejtësia, se ndan ku është dallimi tani? Media këtë punë. Ku është dallimi, Fredi? Se duke e çuar në media dhe duke marr radh, po thash Shtufin se Shtufi nga më të njohurit. Po aty janë shumë kompani të tjera ndërtimi dhe do ketë, më duket se ajo që ka menduar unë mund të ndodhi tani. Në qoftë se ti godet kompanitë e ndërtimit, pa e ndar shapin a sheqeri, ti e çon në një situatë tjetër. Thash, nuk blerësit tradicional po largohen. Krimi organizuar nuk investon ku s'ka siguri që do marrë para. Dhe ata nuk sillen me para këtu. Shkojnë investojnë jashtë. Grupet që godet SPAK-u, grupet shqiptare, janë kryesisht grupe që marrin para në Europë e sillin në Shqipëri. Jo grupet që janë në Shqipëri. Dhe jo grupet shqiptare që shesin narkotik në Europë dhe i mbajnë parat atje, dhe investojnë atje. Ata nuk janë prekur.